Pas takimit që zhvilloi me përfaqësuesit e Vlenit, kryeministri Hristian Mickovski deklaroi se në kuadër të negociatave me partnerët e koalicionit po shqyrtohet edhe mundësia e riorganizimit dhe ndryshimit të resorëve ministror. Takimin me Vlenin, kryeministri e cilësoi si konstruktiv dhe pozitiv, duke theksuar se formalizimi i marrëveshjes pritet të përfundojë deri në fund të javës së ardhshme. Ai njoftoi gjithashtu se propozimet me emrat e ministrave të rinj do të dorëzohen në kuvend më së voni më 1 korrik. В интерес на процесот не би зборувал премногу. Në interes të procesit nuk do të flisja për emra konkret. Takimi i djeshëm shkoi në frymë pozitive, por i shikon mundësi për ndryshime të resorëve, prandaj mendoj se shumë shpejt do ta përmbyllim pjesën e parë të këtij procesi. Kushtimisht thënë, eshalonin e parë, le themi deri në fund të javës që vjen, dhe deri në fund të qershorit ta formalizojmë të gjithë këtë proces dhe më së voni më 1 korrik lista me emrat të gjendet në kuvend para deputetëve. Veç ministrave, kryeministri paralajmëroi ndryshime edhe tek pjesa e drejtorëve, si në pushtetin qendror, po edhe në pushtetin lokal. Понатаму ќе продолжиме и во другите структури. Do të vazhdojmë edhe në struktura tjera edhe në nivel lokal, sepse edhe në nivel lokal kemi praktikisht numër të madh të drejtorëve dhe ndërmarrjeve publike. Kemi mendimin ton për një pjesë të udhëheqësve, ka vende ku mundet edhe më mirë, por ka vende ku jemi jashtëzakonisht të kënaqur. Shumica janë të tillë, por ka edhe vende ku duhet të përmirësohemi. Faza e dytë do të jetë kjo pjesë dhe do të realizohet gjatë periudhës së verës. Kur jemi tek rikonstruimi i qeverisë, mund të përmendim se njëra nga pikat e cila është biseduar në takimin mes përfaqësuesve të Vlenit dhe kryeministrit është edhe largimi i ministrit Fatmir Limani, i cili pa kaluar 24 orë nga bisedimet u gjend krah kryeministrit në një aktivitet promovues.